Shumë modeste po tregohet Gjuda në këtë rast, se të kishte qenë dikush tjetër në vend saj, a e din që krejt do të këto portalet e krejt rrjetet sociale kishin vërshu nga komentet, nga ajo fotografi, se që ma bëri like Viniciusi. Një like Kush është moderatora që mori një like nga Vinicius? Titulli i lajmit. Jo i vetme, dhe jo i vetme. Jashtë apo tash. Jo Gjuda, po Gjudjena. Gjudjena? Po. Po, ne jemi mësuar me Gjuda. Me Gjuda, se Gjudjena pak i gjatë. Pa ka qenë vetëm like, apo ka vazhduar komunikimi kështu? Nuk thojnë gjitha. Pas ka më shumë se like, Genta. Jo të gjitha tregojnë, Kthehemi te Viniciusi. Hajde. Si e peti. Dhe a mendon që është ai Brazili që ne jemi rrit? Unë pak ajo gjenerata jam rrit duke... Jo, definitivisht jo, nuk është. Nuk është ai Brazili që ka qenë i pamposhtur, Brazili që ka qenë i frikshëm, po gjithsesi është emri i madh. Është emri i madh, kampion, gjithçka tjetër. E pam edhe Marokon kundër Brazilit, e pam sa ishte do të të edhe sa i fort, sa kërkus, sa i disiplinum, sa luftarak në fushën e gjelbërt. Kështu që jo nuk është ai Brazili që jemi mësuar ta shohim, po gjithsesi e ka fuqinë e vet, edhe po shpresoj në lojë të bukura, sepse për neve që jemi kështu karshi këtyre ndeshjeve. Dhe ditën e grupit B, Florian? Lojët e bukura i zhvillon maksimalisht. Brazili, u tha, Rafinha kthehet pas një lëndimi. Mendoj se në ndeshjen e fundit ka luajtur me Barcelonën. Nuk kanë lojtar ato të cilën ka qenë fenomeni lojtar sulmues, për shkak se gjithmonë Brazili ka pas lojtar të krahut rival.